Po flet vetëm për mua. Sara, do shojmë një foto që kështu ka ndërtuar parlamentin. Para dhe pas. Kështu e ka ndërtuar parlamentin. Që qarkullon në rrjet, shahen gjithë nga nëna. Se le t'i gjejnë fotot që Po, patjetër. Tani, kjo foto e parë një herë është kapur nga një screenshot se dua ta serojnë që këtë. Kjo foto e parë se më është bërë gangren, sidomos këto ditë. Pse më shumë çfarë? Po për mua kjo ka shumë kujtime të mira. Ajo është kapur një video kur është numëruar kutia e fundit. Unë kam qenë 3 ditë në pallat sportit dhe kam numëruar me miqtë e mi më të mirë, sa ata në fakt kanë qenë skuadra ime. Çdo votë të mundshme, 3 ditë, 72 orë duke qëndruar aty. Dhe ka qenë i vetmi momenti im emocional, kisha mbajtur dhe shumë nga kjo balta për cilën folëm gjatë fushatës, nuk e kisha lëshuar veten fare në asnjë moment. Më kishin thënë je vajzë forte, dhe unë po bëja si vajzë forte, nuk çava duhet fare. bëhesh ndonjëherë dhe kur si. Dhe kur shkova aty në fund, kur u numërua kutia fundit, edhe filluan telefonatat e para nga familja ime që i kam hyrë aq shumë në hak këto kohë, vendosa të qaj për herë të parë ato muaj. Dhe ka qenë pikërisht media që e ka kapur atë moment kur unë kam qarë dhe kam folur duke qarë, tani aty është bërë një screenshot, është kapur një val të madhe bullizimesh këto kohë. Jo vetëm to kohë, shiko, me mua ndodhi diçka shumë interesante. Në fushat për peshën, se kam qenë ca kile të mira më shumë se sa jam sot. Më fal, ato kilet ai more me paret e tuaja, hëngret e shtëpia jote. Ai shijove. Po shiko, mendojnë pak ndryshe se unë janë pak edhe konfuz njerëzit. Shiko, gjëja mund të jetë, më fal Sara, një pesh më tepër mund të jetë diçka shëndetësore që njeriu mund ta ketë dhe problem shëndetësor, domethënë. Një sekond, aty ja pa kontekst? Po, ma jep. Okej, faleminderit. Për që korrekt me gjithë ata që na ndjekin. Kjo gjëja nuk po ndodh rastësisht vetëm me Sarën sot. Kjo gjëja po ndodh sepse ka shumë kohë që nga të gjithë subjektet kundra pushtetit, gjithmonë anat e mohen dhe vjen në shenjesër, sidomos gratë ministre me pushtet, për të gjithë ndryshimin dhe diku ka qenë dhe ekstremisht i dukshëm, që shumë gra të politikës e kanë bërë pas pushtetit. Dhe akuzat që Sarës janë bërë ishin që para mandatit ishe më me kile, pas mandatit, pra pushteti. Bëhesh njëri, nuk është ka disa shumë e dua unë pushtetin. E kuptova, no. Dhe politike, sepse ka një historike gjithë gjëja. Ama nga ana tjetër nuk ju vihet re burrave dhe djemve, as kostumi, kjo nuk bëhet fjalë. Do me thënë, nuk është se ka patur raste që ne janë diskutuar, edhe burrat janë diskutuar. Shumë rrallë. Një emision, një njeri kur bëhet publik, ka dëshirë edhe të duket, si mendon se është më mirë, dikush sërvite, dikush bën problem personal, se tani boll, se kjo nuk është asgjë që për të diskutuar, nuk kam përshtypjen në herë bëhesh i kolateral. Unë do të diskutonim kush ka frikë dhe pse. Unë do ta them një fjalë për ta mbyllur me këtë histori një herë mirë dhe mendoj që është fiks tureza e duhur midis jush, vajzat, goca dhe gra, që të mundem që ta mbyll përfundimisht me shpjegimet e Ema në jetën tonë. Përshëndetin mos u shpjego. Sara, përshëndetin mos u shpjego. Jo, nuk është çështje shpjegimi, ai sa mendoj që patjetër meritojnë disa përgjigje edhe ata që ndoshta bëhen dhe merak, edhe ata që po çfarë kanë me ty moj vajz. Në fakt, gjatë fushatës unë kam qenë një nga njerëzit më të bullizuar online, pikërisht për asaj peshe. Pra asaj peshe që të jemi sinqert nuk ka ardhur nga ndonjë smundje falzotit, por është më pëlqen të ushqimi. Është shumë e bukur të pëlqej ushqimi. Më pëlqen të ushqimi. Tani kandidon kjo është e shdosh. Unë absolutisht nuk e kam vuajtur ndonjëherë dhe nuk e kam pasur kompleks shëndetin tim. Absolutisht që gjatë fushatës ajo u vë më shumë në duke. Nuk mundem që të gënjej sot përpara jush dhe të them që nuk ishte momente ku edhe jam intimiduar, edhe jam mërzitur. Sepse ishte një sakatim online në të gjitha format dhe në të gjitha llojet, pra dhe me mesazhe private dhe publike dhe madje shpesh herë edhe burra që i thonë edhe vetes opinioniste, politik bërës, edhe në studio televizive, anatemonin pamjen time dhe e krahasonin atë me kafshë të ndryshme. Po, ka ndodhur dhe kjo, kështu që e gjithë ky lum që vinte gjatë fushatës,
Po më mendoj që deri diku ka ndikuar tek unë. Pastaj, në një moment që vendosa ta marr veten pak më seriozisht, edhe për shkak të një presioni që erdhi gjatë atyre muajve, një dëshire patjetër edhe për të ndjerë më mirë, edhe për të ndjerë një vajzë e cila... Po, atyre more kliku në Sara, ta vatruri në këtë moment. Por, pa tjetër që vura re që ishte e nevojshme dhe nga ana mjekësore për të bërë një ndryshim të tillë. Duke qenë se unë kisha një çrregullim cilën nuk e dija në fakt më parë që e kisha, që bëhet fjalë për isha insulinë rezistente, e di që shumë vajza, gra, po dhe burra patjetër kanë të njëjtën gjë. Shumica mendoj shqiptarëve dhe ne ham shishëm, po ham pa kontroll dhe mendoj që kjo është një arsye për këtë. Në fund të ditës, për ta mbyllur një herë mirë me këtë çështjen e pamjes, nuk mendoj se pushteti, se nuk e di se çfarë pushteti kam unë në 6 muaj në fakt, se unë akoma jam duke mësuar procedurat, edhe pastaj të filloj edhe të marr lezetin e pushtetit për cilën njerëzit të më flasin aq shumë, nuk e di nëse do ta ndjej ndonjëherë. Po më mirë ju që merreni me pamjen dhe me peshën e kujdozonje politike publike. Të imagjinojmë Sara është gjithaj palestruar, siç e keni parë, si quhen ato gratë që dalin në televizor? Ajo familja. Ajo familja Kardashians. Ja, po themi është pamje Kardashians. Prap do thonë, u bë kjo. Prap do ta gjeni ti gjë. Do ta gjeni ti mërzita. Do shkoj mërzita që nuk do të Sara e dashur. Tu po të thonë mirë gjithmonë. Do shkojmë kujt e bërë. Sara, do shkojmë bashkë me regjin te një foto shumë e bukur që kemi që qetësohesh edhe. Ashtu, e kemi bërë gati për ty. E kemi regjia? Ja tek është. Ja tek është Sara. Foto shumë keni bërë me Hilde. Se nuk e kam publikuar këtë. Emocionove direkt. E gjetëm. Për herë të parë në Goca dhe Gra, shohim gjithë familjen e Sarës. Sara, na shpjego pak emocionet ndërkohë që po e sheh këtë portretin familjar. Nuk e di domethënë se ku e keni gjetur, sa unë kemi Sara ti këtë punë ke bërë vetë. Edhe ne kemi votuesit tan Sara, siç i ke ti. Kjo është e vërtet, patronazhistët tuaj. Po. Patjetër.